juridike. Gjykata speciale është, domethënë, konstrukt antishqiptar, është i marrun si antishqiptar. Mos harroni Anglit mbi bazën e një raporti Dig Martin. E Dig Martin, tashmë me fakte, unë personalisht e kom përmend disa misione, bazën juridike, dokumentat, dosjet e para e kanë dhënë vetë Serb, Vukčevići, e shumë të tjera, kryeprokurori serb, ambasadori serb në Zvicër, Milovan Dreqo, që ka qenë deri vonë këshilltari specialet atje, gazetar serb, që thotë jeni të lumtur që puna jonë shërblet përveç raportit Dig Martin. Pra, kjo është konstrukt. Unë mendoj që gjykata është, kjo gjykatë sociale është kafkiane, domethënë, është një proces fars, është një proces formal, për që dënimi është i gatshëm. Pra, kjo krijuar për me bë kriminale strukturën e UÇK-s. Nëse keni lexuar nenin 35 të akuzës, ku thuhet ndërmarrje për vepra kriminale, aty derivon deri te ushtari më i thjeshtë, pra prej kurorës së UÇK-s deri te ushtari më i thjeshtë implikohen në akt akuzë që i bjerë, po dojnë ta bëjë kriminale, çlirimin, pavarësi ose me fjalë tjera procesin më të lavdishëm të historisë Kosovës. E kjo është fakt qëllimi i kësaj gjykate. Nuk o bën me vënë drejtësi për viktimat, po o bën me ndërtuar pa drejtësi ndaj njerëzve që akuzon pa drejtësisht. Prandaj për mua kjo është një atak, është një sulm më i madh që o historisë Kosovës edhe i madh i kësaj gjatë këto vitet e fundit. Që kjo gjykata është absurd të lloj vetë, e pafame thashë dhe nuk promocion asnjë drejtësinë kombëtare. Nuk ka kështu për punë. Është absurd i padëgjuar më herët. Po, në krahas zotëris Makiqi, a mund të krahasohet, ndoshta a mund të bëhet një krahasim me